Selam aleikum, hoq thot në vend të punës, ku punon aty, a mund me shkurtu farzin? Aleikum salam, rahmetullah. Jo, farzin nuk shkurtohet në vendin e punës nëse nuk je mysafir. Ta kem parasysh. Pra nuk ka lidhje shkurtimi farzit me faktin a je në punë, a je në shtëpi. Ka të drejtë më shkurtu farzin nga besimtari nëse është në udhtim, e kalon kilometrazhin e caktuar për më u konsideru dhe më thonë udhëtar. Këtu, pse e detalizova këtë gjë, nëse ti je në punë, edhe puna jote kërkon udhëtim, 100 km, 150 km, shkon çdo ditë, punon atje, pastaj kthehesh. E shkurton jo pse je në punë, po pse je në udhëtim. Me këtë arsye. Në punë kur ti je, për shkak të presionit punës ose shefit bërtet etj, themi e lën synetin pa fal. E lën synetin pa fal, ama farzin e fal normal. Allah të rujtë.